90% e gjërave që ne postojmë janë fake. Jam unë duke qarë se i ka nga mami. Është edituar pjesa e barkut. Kush po bën jetën më të lumtur? Jam 2-3 influenca që reklamojnë çdo javë pothuajse çanta Birkin. Kisha shumë probleme me vetbesimin. Kisha te loti fundit thash ta kap se po mik. Mos postoni vetëm foto, postoni momente. Ju e keni Facebook-un të surrat ju, të fytyra ju, të ngjyrat, të tiparet e tonë. Fiks lloj çuni që duhet ta mbani larg. Unë pa punë. Ne u hoqëm si kamarierët. Bëri rob. Më fal, ka njerëz në këtë vil? Shumë zhurmë, hajde më, hajde shpejt. Ka njerëz në këtë vil, janë njerëz. Je sigurt që janë njerëz? I keni I njëjti muhabet për ditë. Është pa mundur të vendosësh autoritet në këtë vit. Na carun. Po priti herë të marrim çik frym se jemi si drejt. Jam mirë me Lisa, po më them edhe Jo, ishte shumë fake. si Po, të qesh, është për qeshur shumë. Imagjino dali kjo gjëja para dhe pas. Kemi ne edhe kaq fake për ditë, dhe një të reale dhe kudo, dhe në Instagram. Jemi. Po jemi, tash jetën që e bëjmë se bëjmë. Po pse mos tregojmë neve siç është vërtet? Po jo, hajde. Unë Instagram dal s'lypse. Jo, në Instagram dal si ai. Victoria's Secret model. Ore mirë ne, po dua të ilumina flas pak për këto çiftet kaq të bukura që hedhin këto foto dhe na intrigojnë ne kur i shikojmë dhe na bëjmë të ndihemi xheloz dhe inferior. Alban Skëndera me Miriam Cane. O sot Klea. Motivi jetës time, gëzuar ditëlindjen dashuria jetës time. Është shumë fake, nëse ka një çift më fake është ai. Ata. Albanators, Miriam Canators. Po, Mos më urreni. qofse Albani nuk ka më një fans, unë kam vdekur. Janë super fake si çift. Po tash pas 15 vitesh drita ime bukur, jeta ime gëzuar ditëlindjen Nga jam e gjorë lumtur. se thashë themi Po val, juve nuk keni çifte në Instagram që ja dhuroni. Po, unë kam për shembull, unë nuk mendoj që Kida është fake, sepse e keni parë besoj këto kohë të fundit që ka postuar atë celebrimin që i propozoi dashuri, edhe këto kohë të fundit kam Propozimi parë. është zakonisht edhe celebrim. Mua më ka pëlqyer shumë për zotin, domethënë edhe unë do ta doja një mashkull ashtu të më propozonte si i ka propozuar në mes të qiellit, marry me. Do të ishim propozonte. Ai brum po. Po. I gjatë po, të betoj. Apo ai s'është fake, Albani s'është Po ta gjatë. them unë pra, çun i ri po, me gjitha të mirat po. Dubai po. Edhe duket Super Goc ka marrë këngëtare si ka dalë si gjë asaj, është super korrekte në të gjitha gjërat. Po, Ku ka më mirë? Tash ishim u kujtu, po hati me Jasharin. Apo janë ndarë këto kohë të fundit. hati zemra, i lumt s'ka si video në 1 milion, trego mua ti. Jo, Yashari is on the market. Ai nxorri video duke qarë, kështu që edhe lidhja e tyre i bie nuk është as It's all about marketing. Në fakt, sepse unë kam parë edhe goca influencera, domethënë për mos përmendur emra, janë 2-3 influenca që reklamojnë çdo javë pothuajse çanta Birkin. Aha, po. Domethënë, ndikon kjo gjëja tek ne që ne të krijojmë pritshmëri të tjera për realitetin ton. Sikur jemi futur në një garë dhe të garojmë se kush po bën jetën më të lumtur. Edhe t'ja kalojmë njëri tjetrit, kemi një epsh për t'ja kaluar njëri tjetrit në të gjitha format, Ai është fake, ne unë mendoj Ne që detyrohemi të jemi fake. Jo, është presioni që na vë rrjeti, domethënë gjitha rrjetet sociale, presioni që vën mbi ne. unë mendoj që 90% e gjërave që ne postojmë janë fake. Me një lup do shohim rastet tona konkrete kur Me unë do bëj ti regjin. dhe unë kemi qenë fake në rrjetet sociale. Po. Shqyqyro Kristi që na erdhe, mishte na erdhe. Oh, më dhëm pak trupin nga palestra, me që jemi real të tregojmë të gjitha. Po edhe tu isha me mami në traget, super mirë, super bukur, çdo gjë, pamje, diell, buzëqeshje, puthje. Po, si vjet kam qenë, si vjet. Si vjet. Tani kjo fotoja ka pas një histori dramatike, shumë të madhe. Kalojmë te video tjetër? Jam unë duke qarë se i ka nga mami. Do thënë ti aty te Instagrami dukesh super. Kaloj edhe një herë sa e lumtur isha këtej? Duke vesh buzëqeshja. Po. Dhe pastaj Gjaj? Apo jam pa filtra tani? Dhe? Pa face-up. Po. Dhe këtu jam unë që jam pa make-up pas një gjë duke qarë me që pikët e ikur. Mua më mek fakti që të gjitha ne kemi nerva ta xhirojmë. Tani.
Jo, të bërë kam. Tani kjo është një foto imja, kam qenë para 2 vitesh në jug, edhe dukem kështu sikur kam hot summer body goals, dukem super sexy, thua ti kush e shef? Kjo ka marrë, sa like e ka marrë? 400 like. Wow. 325 Share. më kanë përgojuar, 325 gojë të liga. Dhe tani këta njerëzit që më kanë bërë share, me siguri kanë thënë shi qa trupi, shi qa ylli, këte janë dhe ndërkohë, si kam qenë unë një ditë para, e qëmë një ditë para? Jo, nuk jam shtatzan. Ka ngrënë suflaqe. Ky është barku im. Ke ngrënë suflaqe, besoj, ë? Ky është barku im, fiks një ditë para për të treguar që në të njëjtën foto është i njëjti realitet, e njëjta kohë. Unë kam qenë duke kaluar një periudhë shumë të vështirë të jetës time, sepse vuaja nga mbi pesha pothuajse me 8 kg plus. Po 8 kg plus peshës që unë kisha. Prandaj thoje ti atëherë si tetë vogël. Po, dhe realisht ka qenë një periudhë që unë e vuaja shumë faktin që isha kaq e shëndosh, dhe kur kam shkuar në plazh, vendosja edhe një shall, se kisha shumë kompleks barkun tim. Po. Dhe ajo foto në fakt është edituar, pjesa e barkut, pjesa e belit, sepse siç mund ta shikoni, unë kam pasur shumë bark. 4 goca u bën kamariere për një ditë. A jeni kurioz për të parë se kush bëri më shumë bakshish? Ndiqeni deri në fund. Zmadhojet lutem, bëj zoom. Këmba ime. Kush është kjo vajzë, kjo siren në buzë detit me pushime, është e mazharku që kemi këtu në studio. Ja, ku jam unë duke bërë disa pushime në Greqi, pas kemi qenë në tjetrin vend. Tani isha shumë e kurume këtu, isha o zot më, në fytyrë dukem sikur jam një Victoria model, si që thash më përpara. Por, çfarë sheh pas kësaj foto? Par. Aha. Tu jam unë duke qarë. Ma pse kemi të gjithë një video duke qarë? Uaj, disa video kam unë duke qarë për zotin. Unë bëj video sa herë qaj, sepse nuk e di pse ti ma i men të mund, edhe mendje, edhe kujtime të këshia. Bëna të video... Po, edhe këtu isha... O, Krista! Jo, këtu isha të loti fundit. Këtu, pritë në pak. Këtu isha të loti fundit, thash ta kap, se po mik loti. Gjithmonë që të shkëlqej në foto. Dhe t'ja u them arsyem se po qaja, sepse këtu kisha shumë probleme me vetbesimin, domethënë këtu kam qenë 21-22 dhe kisha tmerrësisht probleme me vetbesimin dhe sa herë që idhja foto, ose është kjo shpreha që të përgojoj në Instagram kur hedh foto, ju betohem unë qaja o vlla. S'ndalosha unë. Tani do kalojmë tek Pasanikja. Ma ka për qik vosin, lutem, vosin, lutem Sa shkon vosin. totali këtyre pijave, Klea? Vetëm vosi është 15.000 lekë, semra. Sa gin tonik jam më fal? Janë shumë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, një roze. Kush e ka marrë rozen për? Unë, po sigurisht që unë, kush tjetër mund pi roz limonade. Çfarë këto syze tu? Prit. Nuk dallojmë. To syzet tu nuk i dallojmë që janë, po nuk e mbajmë mend. A ke foto tjetër? Nese, neve na kanë përgojuar 75 gojë të liga. Okej. Pse si ka Dhe kalojmë tek suita e këtu tani te kjo suita. Para se të hiknim ne që do ta them pastaj se më ka hikëm që të bëj expose veten. Te kjo suita para se të hiknim ne një javë para ishte era i strefi, që ta merrni vesh ju. Po si përfundu ne te kjo sfida? Na pas ka sjell fat. Po, ne ikëm te kjo. Shumë njerëz e kërkojnë të vinë këtu mes nesh. Unë nuk kisha me një të dashur me. As me një sugar daddy. Jo. Nuk kisha me asnjë gjë që ju mendon. Isha me Dalina Buzin dhe me Blerta Çelaj. Wow! Këto gin tonic, rozene, këtë vosin, këto ishin gin qyli. Që me të pa dikush thot sa lek pas ka kjo Klea. Fun facti është që unë ato 3 net që kemi ndejt atje, kam ndejt tek ajo suita super luksoze dhe e bukur. A kam ndejt, as kam ndejt vetëm një orë, se nuk më rije, kupton se njeriu natyrës, fëmijë natyrës kanë nevojë për lirinë time, dua t'i janë ndejt shoh nga pemët, nga deti, dritë e bregu, që Mos më thuaj që fjetet e pemët. kam fjet për atë zot, kam fjet të shezllongi. Kam të shezlloni poshtë. Se qef. Do më thënë, kam flejtë. Në 5 mëngjesit flejta, po flejta të shezlloni. Dhe kanë ardhur në mëngjes dhe na kanë zgju dhe kanë thënë, çfarë po bëni këtu? Jeta ndodhi jeta. Fake. Trembesh. Sado që ne themi fake, por është edhe një e vërtetë që ne thjesht në fund të ditës hedhim në Instagram dhe rrjetet sociale gjëra që thjesht ne na pëlqejnë dhe na bëjnë të ndjehemi mirë.
postoni çfarë lloj gjë që ju keni qef, po thjesht mos u ndikoni nga jetat e tjerëve se në fund të ditës askush nuk i di backstage-in e atyre fotove. Në fakt un kam edhe unë një mendim që ne si brez Instagrami na ka krijuar një brez që dim të pozojmë, të bëhemi, domethënë lifestyle të bukur, por nuk është se dim të jetojmë, dhe kjo është shumë e trisht. Ua, kjo është shumë e vërtetë. Mos postoni vetëm foto, postoni momente. Na doli nami në gocave, po jo vetëm ne, edhe çunat janë fake në Instagram. Ua, çunat Dhe janë ti e super fake në di, Instagram. kë duhet të pyesësh për këtë. Timonin e makinës. Po, tash është Aldi, ja, kocë, më erdhi në mendje. Aldi e ka hedhur në vlog një YouTube-in ton, Antele. YouTube-in ton, Antele. Ja. Aldi ka hedhur që vinte me kofshën zoologjik në atë buzin. Unë vetë kam parë. Po. Ato buz. Keni parë? Tash e shef Aldin në Instagram, prit ta shohim Aldin në Instagram. Prit ta shohim Aldin. Aldin në Instagram. 6.3. Me Gucci. Me buqi. Gucci gang, Gucci gang. Ti je Aldin. E ke pyeta. Ktu e kemi. Aldin. Shkoj ta pyet. Iki të social po merret me Pyete. Aldi. Tani, unë ty të kam parë, se ti e ke nxjerrë edhe vetë të vlogu jot, që ti shpesh herë merr ato buzën e kofshës zoologjik për të ardhur te puna. Po, si që ke marrë dhe ti, mos harroj. Po flasim për ty tani. Po. Tani, pyetja është, po të hapim profilin tënd. Okej. Hapim. Jemi hapur. Ti ke foto me makinë, Po. edhe me bluzë Gucci, bile. Çfarë makine është kjo? Po, një makinë që i përshtatet formatit tim. Okej, tani Një pyetja. makinë se. Okej, tani pyetja ime është që ti hedh shumë shpesh foto me makina, story me dorën te timonin, pse thash hedh poste. Nuk jam i sigurt për këtë, po jam Po person që mirë e pra, ha. dhe tani shpesh herë ti përdor autobusin për të ardhur në punë. Po, e përdor. Tani, se ne po flisnim me gocat, kishim një bisedë në studio dhe po flisnim që dhe e pranuam hapuri që ndonjëherë ne në Instagram jemi fake dhe tregojmë gjëra ndryshe nga realiteti në cilin po jetojmë. Po. Tani ju të çuna, se duan tim dhe kënd vështrimin tuaj, mirë në gocat, jemi fake. Po juve, a ka momente për shembull që presiononi dhe doni të tregoni këtë jetën e luksit që është krejt ndryshe nga Po jo, realiteti? pse në këtë aspekti më shok. Se jeni fake ju femrat e pranoni kollaj sepse ju veni filtra, ju veni ndriçim, ju zvogloni mollzën, ju zvogloni belin, ju Edhe zmadhoni edhe këto. çuna kanë filluar Jo, të bëjnë leni Photoshop. filluar, ne po folim përgjithësi. Ju e keni fake likun te surrat juaj, te fytyra juaj, te ngjyrat, te tiparet e këto. Ndërsa unë si një person kam drejt në rrjetet sociale me tregu jetën time sociale. Në atë moment, jeta ime sociale ishte mbrana një makine. Unë hedh në rrjetet sociale gjanat që janë më të bukura të momentit, atmosfera më të mirë të momentit. Por mua ai momenti ishte më i bukur, e hodha. Unë në autobus nuk e kam momentin shumë bukur, se je ngjit aty ata kështylla këto maje, myllët e dera, nuk ka moment i bukur. Dhe unë gjithë reklamojnë momentet më të bukura në rrjetet sociale për mendimin. Pse nuk reklamon ti në Instagram dhe momentin nga jeta jote që je vërtet ashtu? Për shembull kur je duke ardhur në këmbë, duke ngjitur valore në këmbë. Po, pse sa reklamoj unë? Jetën tim pse si reklamon vetëm në rregull. Unë ta kthem në aspektin tjetër. Unë isha më i gomarit, aty hodha një video më i gomarit, Po, në realiteti jam jo, po shiko, Po qa? ti e hodhe gomarin në TikTok, sepse ti e provove gomarin, por nuk është lifestyle jo, ti nuk i hipën çdo ditë Unë jam gomarin. të fal për veten time, kështu mendoj, ndërsa nëse e menojmë te djem përgjithësi, duke qenë se djem tash kanë i pëlqim për X vajzë zem, dhe duan që duken sa më të kurum, sa më të përkujdesën për veten, sa më me kushte të mira që një vajzë t'ja hedh syt që sepse edhe ti si vajzë për shkak ke disa kriteret e djali jot që do më njoftë zem, se si çdo njeri ambicioz. E pranon që dhe ju çunat vendoseni në presion nga njëri tjetri, për shembull ti shef shokët e tu që postojnë foton makinë, thua ta postoj edhe unë. Jo, unë vjen në presion nga vajzat. Po. Ne vemi presion nga vajzat Po, të pra, Krista, po, edhe sepse ju i ju, doni edhe ju, me pra. kushte, ju i doni të jetë makina bukur, ju i doni kështu dhe detyroni dhe djem të kamuflohen ta. Pra, me pak fjalë, edhe ju jeni fake. Nuk kena frikë, thjesht jena tu për shtat me ju. Jeni fake. Okej, Jeni fake, me pak fjalë ju jeni fake. Face up. Janë fake, dhe ata e pranuan. Fake, edhe çunat janë fake, jo vetëm ne. Janë. Shikoje këtë video deri në fund, nëse do të zbulosh disa lloje çunash që besoj dhe ti të dohet i mbaje sa më larg. Po mirë se tham ne gjithë kjo jetë luksoze, kështu, sikur ne jemi edhe pa lek fare tash. Jo, vallaj. Se un masat i kam marr. Prit që ka dal rroga dje, kujdes. Jo, ka marr. Jo të ndjesh. Prit se po më bien
100 lekë, shqipica kam edhe 100 lekë. Ka gjithë pasurin tonë, gjithë, jo, 100 lekë të lutem se kam E, kemi për t'i ndarë. Për 24 orë, jo për 24 orë. Vetëm për t'i. Fake! Kjo është çfarë shesim ne. vetëm për 2 orë. Vetëm për 2 orë ne u hoqëm si kamariere dhe fituam këtë bakshishin Dhe këtu. gjeni kush fitoj më shumë lekë. Kesiana zë vendin e parë, vendin e dytë Zema Zharku, ka bërë. Ma dha E Gero. shohim. Porosia gati. Dy kafe të lutem. 3 kafe. Çuna si jeni? Qa do pini? Ju qëfar? Njajnë e kënë? Pa. Juve? Kafe të shkurtër ujtoj, kafe të shkurtër. Të 3 kafe të shkurtër, u bët për tension. Ja, së lejtë tension. Po të të është shpet punë duket. Po. Se hajnë e kënë, 3 kafe. 3 kafe, 2 ujë. O gjerë, po nuk i mbaj do të si janë shumë të rënda. Orderone? Shumë faleminderit, ju bëft mirë. Atë birën do ndonjë patate në një gjë, mos e spihet ashtu that. Po. Ua, patjetër. Më ti janë klientët e Po mia. nuk ka gjë, po ti nuk e the patate, pse si the patate? Do të Po nuk doni një patate. Doni patate jo? Ë? Doni patate? Po, ai ka do patate. Një patate të lutem. Një patate. Klientët e mi, po është patate ime me. Një Po është patate. porosia ime. Një Aperol Spritz. Ta vota klientin sy moj. Normal se gjithë në një fund. moj. Urdhëro është Aperoli më i mirë që do pish ndonjëherë. Kënga re yll. Të bëf të mirë. Tani ne këtu kemi një kështu që e bëjmë gjithmonë me klientët që i provojnë vetë përpara, në mënyrë që nëse janë cilësia e duhur ose jo. Të një shumë mira. Jemi në rregull, faleminderit. Ishte shumë të mirë. 500 lekë bakshish. 100 lekë ka mund sepse unë i shita patate. Jo, pas ke 100 lekë është bakshishi. Faleminderit. Te do më jafi 100 lekë? As me fund nuk bërëm shumë lekë sa unë, me shalë për jashtë. A mund ta bëjmë pak pagesën se për pak tonë? 580. Ishte Aperoli më i mirë që ke pirë ndonjëherë? Jashtë masë. Kush ka bërë më shumë bakshish? Unë s'kam mbaruar akoma, s'na la bakshish plera. Kush tabakaja ime? Jeni pak se kush është kamaria më e mirë sot për sot. Jam unë dhe unë do marr më shumë bakshish se të gjitha. Kush sa se do marrë më shumë bakshish se unë? Kjo? Qeni që ne nuk kam shumë. Bub ka surreli? Përshëndetje, si Jo, jeni? do më thishë se unë besoj. Unë të ofrova e para. Jo, Unë e dha e para. Jo. Alkohol? Macchiato? Okej. Shkoj në vendin e dur për të menduar. Ti ke vendos pallën, si ke vendos? Po ka bakshish për mua. Der kafja do marr lek. Ja, kafja. Një lefe, të lutem të zez. Si nuk shikon në sy, duke mund si për pi bira dhe marrë vesh nga birat. Edhe pse ndodhi kjo, besoj ti do m'japësh bakshish, se ne këtu luftojmë për bakshishe. Lan 20.000 lek? Sa lek i lan? 4.000 lek janë të mijat. 4.500 lek janë të mijat. Shpejt. Ua, sa shumë. Faleminderit për të sjellë kusturin. Të gjitha? Faleminderit shumë, Zoti t'i shtoft.
Bakshishi ju. 2000 lekë prap. Tash një 2 katë gerit 4. Aq është shketa. 2000 lek bakshish. Fituam 100 euro bakshish. E të moj aty ti futi ato lek aty. Futi ato lek se si ke tani. Drejtësia tregojnë që unë kam fituar më shumë lekë dhe kam fituar 7300 lekë. Kam bërë 4500 lek nga shefi. 100 euro dhe 3700 lekë. Unë kam bërë 2700 lekë. Jo, nuk bëra ide Po ma shtu se ti kush me ide mirë. Po pse ti u kupton ti kisha turp? Nuk më intereson fare, unë i kam të filmuara të gjitha, që unë i kam fituar me drejtësi dhe me tjerë Do ti të mi dash lekët me mua se më the do më Do jam një darë do më do. hajde. Shive, jo, pushoni të treja të pushoni. Se ajo është rastësi që unë bëra 2200 lek në turnin me Kriston dhe Kristo i bëri 100 euro e 2200 lek. Normal se klientët e mi ishin klienta potencial. Po ku e kishe 100 euro Kush shkja nga dy aty? tavolinat që more bakshish në qafsh? Moj fitovan 100 euro. 100 euro Pa, që- kamera fitovan 100 euro. Që në tregojnë që Algjo kanë zorin 100 euro nga xhepi. 100 euro që i ka dhënë mami. Pse i paragjykojnë kamarierët? Vetëm ne sa lek bëm aty na. Pa mirë se kishim dhe çik potencë tani se unë i shkoja vetë sa do mblesh bakshish edhe sa do mblesh bakshish. Ishte super punë për zotin unë nuk knaqja. Moj, po mua më keni parë ju sot? Jo, duke sikur ke një nërë të ri. Do të çojmë prapë. Çrpikët. Shkreta me romatizëm. Klari dhe ti, Klar. Po Klea çka ka bër? Shifeni dhe Klar rotullo. Flokët. Si shëndrisi. Po ti 200 lesh kokë kishe mo. Të bëri rob. Është negative. Tregoj pak që pikët në plan afër lutem. Janë 2D, po. Unë dhe Klea sot preprovova dhe unë. Qa kemi provuar, Klea? Shifeni insertin pas e flas. Ne sot kemi sjell Rusi në Shqipëri. Da. Taj ne kishim nevoj për ca transformime të vogla, po si që dim, transformimet normale si dhe dëmtime. Dëmtime flokësh, qerpikësh, më the të thash. Por, me teknikat e fundit ruse, dëmtimi nuk e njohin fare dhe ne kemi ardhur sot tek Russian House of Beauty që do marri përsipër çdo tek tonën. Ruski. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa bukur që ka këtu. Neve sot do bëjmë qërpikët, vetuas flokët. Shikon që kam lyer, s'dua t'i bëj. Ua, do të dalin shumë bukur. La shërum, do bëj qërpikët. Si e? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Këngjitë ngjitet me dritën lehtë. Direkt mas procedurës, ti mund të shkosh në saun, mund të shkosh në sport, mund të vësh me Mund të lyhe? të duash, po pa Ua, sa mirë se kam të vision. flesh si të duash, se nuk do të kesh atë mirakull që do të prishën qerpikët ose mund të bien. Si më ngjitse normal. Nuk dëmtohet pjesa e syrit, nuk i ke pjesën e skuqjes pas procedurës direkt. Super. Nuk të loton syri, qerpikët zgjasen deri në 2 muaj pa frikë. Për të mbrojtur syri jonë që është shumë delikat, përdoret peq të zi. Eliminohet alergjia pothuajse 100%, duke qenë se ngjitse që përdoret është antialergjik dhe eliminohen të gjitha djegje, të gjitha skuqje e syrit. Dhe ajo ra në qumë për 100 vjetë. E vetëmja gjë që mund të zgjonin ishin qerpikët e Russian House of Beauty. Tani që mbaruam punë me Kejsianën dhe hoqëm qafe, do lajmë flokët e mia se bubi ka shurrel duhet i ketë flokët e drejta kur të bëj flokët. Kështu që do ulem këtu dhe do filloj me procesin e larjes.
Do të heq gjitha kapset një nga një, se të kesh gjithë këtë kref luani, këtu lart mbi kokë, nuk është për të dobtit. Tani le të ulem në thronin tim. Extensions V-Light janë extensions që vendosen me teknikët më të re ruse dhe e gjeni vetëm te Russian House of Beauty. Ndryshimi që kanë me extensions me keratin apo me mikrokeratin është që nuk e dëmtojnë as pak flokun, gjithashtu janë më praktike edhe vizualisht, nuk bien as pak në sy nëse floku kapet siç do me extension me keratin. Gjithashtu, vlen për të përmendur që floku është 100% natyral. V-Light extensions mund të përdoren si highlights apo fije artificiale që ju mos ta lyeni flokun nëse doni të keni pak një si ndriçim bjond nëpër flok. Tani unë mbarova me flokët, siç e shihni, flokët e reja, dhe do bëj dhe vetullat bukur. Tani, unë do bëj velvet brows, që zgjasin 6 deri në 10 javë. Është rekonstruksion i vetullës, që mund të mbushësh ca hapësira boshe, ndaj gjë që nuk të pëlqente vetulla jote dhe do ta bësh më të bukur. Dikim ta shohim pak tani, mbaruam mirë vetull. Ua, Perl, moj. Ua, e ka qarë, si kur janë lishtë e mija. Është dhe metoda tjetër, për ju që keni munges qime vetulle të theksuar, është brow flashi, që është qime artificiale dhe zjat 1 deri në 3 vjetë, kurse këto zjasin 6 deri në 10 javë, si që tash. Mirupafshim, ciao! Ciao! Ftohtë, moj. Shumë ftohtë. Rusi, moj. E sollëm Rusi në Shqipëri, këto janë rezultatet si që shifni. Këto janë sytë e mi, nuk i di do me. Shumë të bukur. Edhe ti shumë e bukur. Me la pa fjalë dhe pa zë. Tani do ikim të studioja? Tani do ikim të studioja, se kemi shumë gjëra për të folur sot. Ne do ikim të Dhe studioja. që të regojmë atyre që nuk kanë qërpik shumë dhe flok shumë. Ne do ikim të studioja dhe ju hajde tek Russian House of Beauty. Faleminderit gocat e Russian House of Beauty që na dhanë gjithë këtë shërbim. E po si ishte të futesh e shqiptare dilja ruse, a? Dhe provoni edhe ju ndonjë episod edhe na tregoni. Fakt, po na morën. Qef do kemi. Dhe ne po na morën do vim. Ore, po e di që është e tmerrshme. Si nuk më dalloj një çun këtë ndryshimin, Ama, çuna s'dallojnë asgjë. Ua, ky është fiks lloji çuni që duhet ta mbani larg. Ca për. Qa ke bërë me Crystal? Jo, unë s'kam bërë gjë, po qa bëjnë të pa ullë, të shohim. Shkollën për çfarë bëj? Për psikologji për... Master. Masteri nuk e kam filluar akoma. Gjithë kjo gocë. Diplomën e ke. Bëre një master e tamam fare. Gjen punë pastaj shtet, deri në 4, ke kohë për familjen, për fëmijët, punë shtëpie, gjallë, lan, gatun, fshin, gjitha. Më falë, po ti me qa merresh? Unë pa punë. O jetë, shive sa borë kara në Kosovë, a ikim? Po qa boro jetë se bje prap vitin tjetër këne që e në aty në Kosovë kot? A ikim party këtë fundja? Po s'kena ma mosh është virë për party, loj robi aty, era duhan gusht, romuj. Ti si e për qef. Po jetë, po ne bëjmë qefin shpi me shpirtin. Ik. Ha më mame asë do vi, nuk vënohem. Mi, hajtë të marë pastaj, puç. Ma, sa rath kishte në banjo. Kështë shumë? Zuarze. Zuarse. Po për story. Jo më t'ja qoj mamit të bo me rak. Qesh pak. A më qesh qik. Bravo. Zuar.
Sa mënyrë që e ke bëme? Nga do ikim damë që? Po thash të rishimi që këtu jemi qetë vetëm ne. Lëvizim pastaj. Ikim aty te parkimi ose ikim te stadioni. Ta uli që këtë të rish më rahat? Mua po më haj në fakt, kështu që më mirë. Po sikur ka gjumë të mrapa më mirë, si so. Atës do e doja farë. Më thënë mos me ardhë me mu me shku më pushime, me shku me bërë jetë. Mua një kategori çuna që më acaron nervat është ai që thot gjithmonë vendos ke shumë make-up. Ndërkohë që po ta shohësh atë pa mjekër, si t'jap. Dita me Fëmia natën. jot, është fëmia jot. Po, Zot, faleminderit që s'mbim për pjesë ta pa shtëpi, pa punë, pa ata ndi se ti s'po të bia gjë. se ka ngelur këta do në shkreta. Do i bi, pa merak. Do bi. Do na bi. Wow. Do i njoftojmë kur t'na bi. Tani si çdo herë tjetër ne do e mbyllim se normale mërkura do hapet dhe do mbyllet, po me ne, kështu që një puthim. Ju përqapusim. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Dhe follow në të gjitha rrjetet sociale andale.al. Andale!